Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Është bërë inaugurimi i rrugës ndërkufitare Kosovë-Shqipëri, konkretisht mes fshatrave Gorozhup të Kosovës e Pogaj të Shqipërisë. Në ceremonin inauguruese morën pjesë zyrtar shtetëror, ambasador e zyrtar lokal. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e vlerësoi këtë projekt të një rëndësie të veçantë për banorët e kësaj zone dhe turizmin malor e kulturor të dy republikave tona të njëjtit këmbë. Ndërsa ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Petrit Malaj tha se me inaugurimin e kësaj rruge hapet një kapitull i ri në dobi të kombit. Të bëjmë inaugurimin, përurimin e kësaj rruge të rëndësishme për banorët e kësaj zone, por edhe do thosha për turizmin malor e kulturor të dy republikave tona të njëjtit këmbë si një arterje vendimtare për qarkullimin e lirë, për shkëmbimet të cilet do t'jenë gjithnjë më të mëdha. Kjo është një pjesë e vogël e borxhit madh që kemi ndaj këtij komuniteti që i ka dhënë shumë edhe zhvillimit ekonomik edhe historisë sonë kombëtare. Kjo rrugë që inauguruam sot, Gorozhup-Pogaj, është në vlerë prej afër 1 milion euro dhe me gjatësi prej 3.7 kilometra. I lidh këto fshatrat Gorozhup dhe Pogaj që historikisht kanë qenë një, dhe të cilët i bashkojnë familja, tradita dhe jeta e përditshme. Po ky është hapi radhës, do të thoja, është hapi radhës i projekteve që kanë dy qeverit, qoftë qeveria e Republikës Shqipërisë apo dhe Republikës Kosovës. Kryeministri Kurti e tha fort mirë, përveç asaj lidhje të fuqishme shpirtërore, të traditës, të historisë, të kulturës në mes veti, sepse ne jemi një kombë, një gjuhë, më duhet patjetër që të kemi mundësi të lidhemi edhe fizikisht dhe kjo është një nga ato rrugët, përfundon një finale, si të thuash, e 3 rrugëve të para, por do vazhdojmë përsëri. Ne nuk jemi fqinj, ne jemi një kombë dhe ky kombë ka nevojë për komunikim edhe më të madh me njëri tjetrin. Në kuadër të përgatitjes për zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen fundjavën e ardhshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar me trajnimin e anëtarëve të këshillave të vendvotimeve që do të angazhohen në ditën e zgjedhjeve më 12 tetor. Programi trajnues do të zhvillohet në 38 komunat e Kosovës dhe ka për qëllim të përgatisë më shumë se 15.000 anëtarë me njohuri për detyrat dhe përgjegjësitë e tyre gjatë procesit zgjedhor. Procesi zgjedhor në Kosovë do të zhvillohet në 948 qendra të votimit me gjithsej 2625 vendvotime, prej të cilave 910 qendra me 2571 vendvotime për votimin e rregullt dhe 38 qendra nga një për çdo komunë me 54 vendvotime për të mundësuar votimin me kusht. Oda ekonomike e Kosovës ka bërë të ditur se Gjykata Supreme e ka caktuar datën 5 nëntor për mbajtjen e seancës gjyqësore lidhur me padinë e iniciuar nga ta kundër zyrës së rregullatorit për energji. Sipas njoftimit të Odës, seanca ka për qëllim shqyrtimin e lidhshmërisë së një akti nënligjor me të cilin, siç theksohet, në mënyrë të padrejtë dhe në dëm të bizneseve dhe qytetarëve të Kosovës, është marrë vendim që kompanitë të nxirren me dhunë në tregun e lirë të energjisë elektrike. Oda ekonomike e Kosovës konsideron se vendimi cënon interesat e përgjithshme ekonomike, rrit pasigurinë për konsumatorët dhe vendos barë të padrejtë mbi bizneset e vogla dhe të mesme, të cilat sipas tyre janë shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit tonë. Vazhdojmë me lajmet të tjera. Në 3 raste të ndara, policia e Kosovës ka ndërmarrë veprime ligjore ndaj disa personave për vepra të ndryshme penale që përfshin kanosje, sulm ndaj personit zyrtar dhe mbajtje të paautorizuar të armëve. Në Gjakov, në rrugën Adem Jashari, është arrestuar një i dyshuar i cili pas shqiptimit të një gjobe për kundërvajtje i ka ofenduar dhe kanosur zyrtarët policor. Po ashtu në Prizren, në rrugën Rustem Kabashi, është arrestuar një tjetër i dyshuar i cili
cili është kapur duke drejtuar automjetin në ndikim të alkoholit. Gjatë arrestimit, ai ka sulmuar fizikisht zyrtarët policor duke shkaktuar lëndime trupore njërit prej tyre. Në të dy rastet, me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. E në Lipjan, në rrugën Shqipëria, pas një mosmarrveshje verbale mes dy të dyshuarve, gjatë kontrollit në veturat e tyre janë gjetur dhe konfiskuar një shufër metalike, një sapate vogël dhe 2 brisqe. Do të flasim tani për vaksinimin kundër gripit sezonal. Me fillimin e stinës vjeshtës, është rritur edhe rreziku nga gripi sezonal. Për këtë arsye, tashmë ka nisur procesi i vaksinimit kundër gripit. 82 vjeçari Shai Bajrami sapo është vaksinuar kundër gripit sezonal. Ai thotë se vaksinën e merr rregullisht çdo vit. Vaksinën e ku marrë kundër gripit për çdo vjet të marr. Disa vjet që marr për mua ka pas efekt. Por që tashmë kanë bërë 2 vjet, nuk e di taksyri. Edhe Jusuf Plana thot se i kushton kujdes shëndetit e tij, andaj erdhi në qendrën kryesore të mjekësisë familjare për ta marrë vaksinën. E marrë që 20 vjet, edhe po ndikon pozitivisht. Të unë tash po ditë të tjerë, edhe unë që që tha 82 vjet, unë 81. Vësheruja dhe vetën shumë. Specialisti mjekësisë familjare në QKMF në Prishtinë, Rushit Ismaili, tregoi për rëndësinë e vaksinimit kundër gripit sezonal. Vaksinimi ka filluar që nga dita e djeshme, edhe sot është dita e dytë, edhe shfrytëzova të mundësinë që ta marr vaksinën për vete, kështu që them që punëtorët shëndetësor janë një kategori e veçantë e personave të cilët duhet të vaksinohen kundër gripit. Tani më së miri është që të vaksinohet gjithë qytetarët e Prishtinës, sepse kjo vaksinë është e mrekullueshme në aspektin që mbron kundër virusit të influencës. Edhe këto është ideja pse jepet kjo vaksinë dhe pse jepet tani, jepet që paraprakisht të mbrohemi nga influenca, para se ajo të paraqitet, edhe para se ajo të shkaktojë probleme të rënda shëndetësore tek njeriu. Në një farë mënyrë është mirë që ta marrin që të gjithë këtë vaksinë, por në qoftë se flasim për kategoritë të cilat janë pak më të rrezikuar që të pësojnë komplikime, sepse edhe këto është ideja pse jepet vaksina, janë foshnjat prej 6 muaj deri në 5 vjet, pastaj janë gratë shtatzëna dhe janë të moshurit të cilët kanë edhe sëmundje kronike. Autoritetet shëndetësore u bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve të vaksinohen, veçanërisht grupeve më të rrezikuara, pasi kjo thuhet se jetë mënyra më e sigurt për ta kaluar më lehtë gripin sezonal. Do të shkojmë tani në Hereq të Gjakovës, ku atje është duke u bërë vjelja e Aronis, prodhem ky mjaft i kërkuar vitet e fundit. Detaje sjell kronika në vazhdim. Në pemishten prej rreth 7 hektarësh, në të cilën ka të mbjellë pothuajse të gjitha llojet e pemëve, pemtari Xhavit Alia nga Hereqi i Gjakovës, këto ditë po e vjel Aronin prodhim mjaft i kërkuar kohët e fundit. Gjatë kësaj periudhe, thot Xhaviti, ka të angazhuar rreth 20 punëtorë sezonal. Kem fillu vjelin e Aronis. Aronia, siç e dim, Aroniat, monatherrat, bojlijat, kumbullat, janë bimë cilat binë një profit, do thot 1 kilogram aroni, 1 kilogram boronis që vjelet paguhet 50 cent për kilogram. 20 dhe 30 punëtorë sezonal, tash në vjelje, po edhe kam gjatë mijës edhe luftimit barojave, kam punëtorë që kanë vjel gjatë ditë 360 kilogram, do thot u ka kushtu dita 180 euro. Puna policisë është një punë që do në përkushtim, do në mund, do në sakrificë. Mirë po, të puna me Xhavitin, është një punë shumë e mirë. Marrëdhëniet i kena shumë mirë, ajo si shef me punëtor, po jena thuaj një familje. Nuk ka asnjë vërejtje, është shumë mirë me kushte, është shumë mirë me paga, është shumë mirë me punën e me tana. Për punën e vyer të pemtarit Alia, sidomos në krijimin e mundësive për punëtorët sezonal, flasin edhe zyrtarët nga komuna e Gjakovës. Në këtë plantacion kemi edhe aronin, edhe rushin, edhe monatherrën, edhe mjedrën. Njerëz me këtë vullnet punë, si Xhaviti i duhen komunës tonë me pas sa më shumë. Fermerët tashmë kanë kalu në mbjelljen e produkteve që janë profitabile për
ne si konsumator të këtyne produkteve. Si komunë mundohem sa do pak me një mekanizëm bujësor të jem pranë këtyne fermerëve, që t'ja vlotësojmë sa do pak mundin e tyne. Si rezultati i prodhimeve cilësore viteve të fundit, premtari Alia tashmë është licencuar nga institucionet shtetërore edhe për përpunimin e rëngut të aronis, prodhim po ashtu mjaft i kërkuar në tregun vendor. Një grup i artistëve dhe pedagog nga Universiteti i Arteve në Tiranë kanë shpalosur krijimtarinë dhe qëndrimet e tyre artistike në ekspozitën Vagullnaja Vizuale në Prishtinë. Një ekspozit ku galeria shndrohet në një hapësirë sociale në të cilën arti dhe shikuesit bashkëveprojnë, krijojnë narrativa të reja dhe sfidojnë kuptimin për hapësirën, kohën dhe vetë natyrën e artit, vjen përmes Vagullnaja Vizuale, ekspozit kjo në të cilën janë prezantuar veprat e artistëve dhe pedagogëve të Universitetit të Tiranës. Kemi artistë mrekullueshëm, edhe në artet vizuale kemi artistë mrekullueshëm, ashtu sikur se kemi në film, në muzikë. Kemi artistë mrekullueshëm në Prishtinë, në Kosovë, në Tiranë, në Shqipëri, kudo. Dhe angelet vetëm që t'i përkrajmë, angelet që të përpiqemi t'i ekspozojmë, t'i çojmë tek publiku që me veprat e tyre të komunikojnë sa më mirë. Veprat e artistëve në këtë ekspozit krijojnë një dialog ndërmjet statikës dhe dinamikës, të përhershmes dhe të përkohshmes, njëherët janë një përpjekje për të krijuar një gjendje pamore ku kuptimi nuk është i menjëhershëm. Vagullnaja Vizuale, që është në titull, është një titull shumë intrigues, metaforik, sepse të mjegullon në një farë mënyre përsa e përket mënyrës së shikimit, dhe kjo është një taktik për t'i lënë shikuesit që të shohë veprat sipas mënyrës edhe përvojës së tyre. Titulli i ekspozitës shpreh në fakt jo një udhtim i cili do na sqarojë, por një udhtim i cili na garanton një rrugë përbashkët dialogu, sepse autorët e përzgjedhur përdoren mediume krejt ndryshme. Kanë udhtime krejtësisht të veçanta njëri tjetrin. Ekspozita Vagullnaja Vizuale, që është organizuar nën kujdesin e Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Kosovë, do të qëndrojë hapur deri më 11 nëntor në Galerinë Flori dhe Open Art Galerinë në Prishtinë. Hamasi ka njoftuar se ka rënë dakord të hyjë menjëherë në negociata për lirimin e të gjitha pengjeve sipas planit të paqes të presidentit amerikan për Gazën pas disa muajsh përpjekje të dështuara për t'i dhënë fund luftës. Presidenti Amerikan Donald Trump shkroi në mediat sociale se beson që Hamasi është gati për një paqe të qëndrueshme dhe i bëri thirrje Izraelit të ndaloj bombardimin e Gazës me qëllim nxjerrjen e pengjeve. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se qeveria e tij po përgatitej të zbatonte menjëherë fazën e parë të planit për lirimin e pengjeve në dritën e përgjigjes së Hamasit. Ndërmjetësi do të punojnë për të filluar negociatat e nevojshme për të kapërcyer mosmarrëveshjet e mundshme që janë ende të pazgjidhura përfshirë qarmatimin e propozuar të Hamasit. Izraeli po përgatit një ekip negociator për bisedime për të finalizuar propozimin e Trump për anëpushim, sipas një zyrtari izraelit. Një vend për bisedime midis Izraelit dhe Hamasit nuk është vendosur ende, por Hamasi tha se ishte gati të hynte menjëherë në negociata për të finalizuar detajet e planit më 20 pika. Disa nga pikat kryesore të planit të Trump përfshin që lufta të mbarojë menjëherë sapo të dyja palët të bien dakord për propozimin, pengjet do të lirohen dhe forcat izraelite do të tërhiqen në vijën e rënë dakord për t'u përgatitur për lirimin e pengjeve. Propozimi thot gjithashtu se Izraeli nuk do të pushtoj ose aneksoj Gazën. Plani tregon gjithashtu se Izraeli duhet të rrisë ndjeshëm ndihmën për Gazën dhe nëse Hamasi refuzon propozimin, me Kombët e Bashkuara dhe gjysmëhënën e kuqe që luajnë një rol të madh. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se gatishmëria e deklaruar e Hamasit për të liruar pengjet e mbetura të mbajtura në Gaza është inkurajuese. Von der Leyen shtoi se Evropa do të mbështesë të gjitha përpjekjet që synojnë të japin fund vuajtjeve të civilëve dhe të promovojë zgjidhjen e vetme të qëndrueshme për paqen, e që është zgjidhjen me 2 shtete. Shikues ndoshët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.